Prishtinë po ndodh një ngjarje shumë interesant që thirret Expo Real Kosova. Real estate, ju e dini që Kosova ka plot, pronat janë për rritën çmimet, por edhe është investimi më i mirë dhe i kthyshëm. Jo shpenzues, i mëshëm në çdo rast. Tash ka dalë një organizim shumë i mirë në Kosovë, po vjen me 24, 25 dhe 26 korrekt. Do të mbahet Expo Real Kosova Panajiri, që sjell në një vend kompani të ndërtimore, agjensitë e patundshmërive, arkitektat dhe profesionistët e sektorit. Edhe unë si profesioniste që shpenzoj bajgi kohën mbrëmje kur shtrihem me flajt u lumtu për prona, nuk e di pse jam shumë e apasionuar pas pronave, është ideale me shku edhe unë si vizitore dhe me pa çka ofron Kosova. Prishtina Mall do të bëhet qendra tregu të patundshmërive në Kosovë dhe CEO e PR Solution është organizatore Sherife Kqiku Vishaj. Mirë se na erdhe kolege. Mirë se u gjeta, kënaqësi si çdo herë me qenë në shtëpinë tuaj. Sheki, unë jam mësu me thirë si Sheki dhe kështu po të vazhdoj me Sheki. Me qenë se kemi mitësi tash e sa vjetë dhe ti nuk je nalë kur në organizimin edhe të panajireve, por edhe në kuadër të PR-it që keni bo për shumë institucione e biznese në Kosovë. Pra kjo si shkurtimisht me i tregu dëgjuesit që nuk je e sodit. Cilat janë rrisit që i keni sjellë në edicionin e 2 të Expo Real Kosova? Atëherë në vitin e kaluar patëm edicionin e parë dhe fatmirësisht shkoi shumë mirë, kështu që edhe na mundsoi këtë vit të sjellim risi fal gjitha rrethonave që u krijuan. Fillimisht për shkak të interesimit të madh kompanive na kaluam në një sallë më të madhe, po ashtu në Prishtina Mall, po e kemi 2 fishin e sallës. Rrjedhimisht kemi 2 fishin e kompanive, aktualisht asnjë hapësirë nuk është e zbrast, kemi mbush sallën, i kemi fix 60 biznese. Edicionin e kaluam i patëm edhe kompani prej regionit, e këtë herë kemi kalu kufit shumë më larg. Kemi sjell kompani edhe prej Zvicrës, kemi sjell kompani prej Turqisë e edhe prej Dubait. Kompani që shesin prona, shesin prona, që ndërtojnë, kanë projekte interesante, kështu që po presim këtë edicion me shpërthy prej ofertave, po ashtu kompanitë të cilat i kemi pjesëmarrëse, këtë herë ka bërë dhe konkurenca të vetën, ndoshta kemi numrin shumë të madh të kompanive dhe presim me sjell oferta ekskluzive. Kanë me shpalos po ashtu edhe projekte aty për aty. Kemi disa kompani që mos i him me emrat tani, se ndoshta mik ndonjëra prej tyre, dhe mos bëjmë këtu reklam për kompanitë veç, por presim që ka me pas edhe oferta ekskluzive që i shpalosin vetëm panajër. Une me qenë se thash se i ndjekje dhe i shoh vazhdimisht bota organizon panajirin e patundshmërive në shtetet më të zhvilluara të botës organizohen. Dhe aty ka raste kur ka resorte të mëdha që marrin pjesë edhe vetëm për reklam. Pra kjo godet në shumë anë, edhe ofrohen çmime të mira që kryesisht i bojnë vetëm hatri i panajirit. A ke mujt me parë të në ofertave? A ofrojnë mundësi të mira, sidomos kompanitë e huaja, dhe a ka kompanitë Shqipnisë? Kompanitë Shqipnisë tashmë veç masi e cekët i kemi ndër kompanitë më të mëdha të ndërtimit që janë në Shqipëri, po kemi edhe kompanitë Kosovës që ndërtojnë në Shqipëri, kështu që ofertat janë shumë premtuese dhe do të ketë oferta ekskluzive, prandaj edhe po bëjmë thirrje të vazhdueshme me pas një numër të vizitorëve sa më të madh, sepse nuk i gjejnë këto oferta dikon tjetër. Janë ofertat e cilat kanë me vlerë vetëm gjatë panajirit. Realisht edhe nuk i gjejnë në një vend të gjitha që më mujt me pa me krahasu në kohë reale njërin prej tjetrës. Definitivisht. Qoftë për blerjen e shtëpive, qoftë për blerjen e banesave, apo edhe ata që ndërtojnë shtëpi, sepse kemi edhe shumë kompani të cilat ofrojnë materiale ndërtimore. Po ashtu i kemi edhe bankat. Kështu që e kemi kriju një zinxhir prej momentit kur mendon me pas një pronë tone, tëndën, gjithashtu i kemi edhe bankat, kështu që kemi bo një zinxhir prej materialeve ndërtimore deri në bankë, qaty për qaty. Definitivisht edhe edicionin e kalum kemi pas marrëveshje, sepse që kjo është edhe bukra e panajirit, me pas marrëveshje edhe ndërmjet kompanive të cilat janë pjesëmarrëse në Expo Real Kosova. Unë e kisha pas qef shumë edhe bizneset e Kosovës me lidh bashkëpunime me kompanitë që janë pjesëmarrëse në panajër të ndërtimit jashtë kufive, që po besoj edhe ajo është një prej shtyllave kryesore të panajirit.
Edhe bizneset njëra me tjetrën pjesëmarrëse me lidh bashkëpunim. Definitivisht, ndër synimet kryesore jo vetëm me i promovu kompanitë që janë pjesëmarrëse aty, është edhe synim ndër kryesor edhe kjo, se e kemi pa edhe vitin e kaluar që ka pas shumë marrëveshje të cilat janë lidh ndërmjet kompanive, qoftë ata që ofrojnë materiale ndërtimore, qoftë ata që ndërtojnë, qoftë ata që shesin, blejnë, kështu që mandej edhe kemi edhe bankat pjesëmarrëse, kështu që po lidhet një zinxhir që e prej komplet fushën e ndërtimit. Çka doli prej vitit kaluar? Cilat kanë qenë rezultatet ose marrëveshjet më konkretisht që janë? Definitivist këto pe presim edhe si vjet me u dyfishu, ka pas shumë marrëveshje që janë lidh ndërmjet kompanive që kanë ofruar materiale ndërtimore dhe atyre kompanive të cilat kanë ndërtu. E bukra është që edhe kompanitë e Kosovës që ofrojnë materiale ndërtimore kanë mri me kriju marrëveshje bashkëpunimi me kompanitë e regionit, sidomos me Shqipërinë, kështu që e bukra e kësaj është që edhe po lidhen këto marrëveshjet ndërmjet kompanive aty, përveç se po ofrohen oferta për vizitorët, konkretisht për blerësit e pronave ndërtesave. Me qenë se përmendesh ke Dubajin, sa shkon metri katror atje, ka mujt me pyet pak të bashkëpunëtorët në Panajër që do të marrin pjesë? Definitivist ata kanë marrë me oferta super ekskluzive, po sa kam rri me pa në Dubai nuk është që ish shtrajt metri katror me krahasu me Prishtinën, po më duket që edhe më lirë se në Prishtinë ish atje. Mos them këto konkretisht metrin katror për kompanitë atje, po ata kanë me shpalos në Panajër edhe ofertat, po me krahasu me Prishtinën shumë më lirë ish me blenë në Dubai se në Prishtinë. Ona veç edhe me pas mundësi me shku, por e di që ka kosovar që janë interesu për Dubai ose kanë investu në Dubai. Interesi shumë i madh, prandaj edhe interesimi i kompanive definitivist na nuk është që kemi pas synim Dubain me sjell këto, ata vetë erdhën edhe kishin oferta shumë të mira. Kështu që sipas statistikave që na veç i pam, kish kosovar dhe kish shumë kërkesa për me ble prona në Dubai. Interesant, janë datat 24 premte shtunë dile bie këtë fundjavë. Po, të gjitha aktivitetet që ne po i organizojmë si Modus dhe PR Solutions, po mundohemi me pas këtë patinën e premte shtunë e diell, në mënyrë që edhe ata që punojnë me pas mundësinë të shtunën dhe dielën, edhe qendra vet i ka vizitorët në numër më të madh këto ditët e vikendit dhe pasditët. A na orienton pak ku e gjejmë Prishtina Mall, sa ai një qyteti tonë? Definitivist, po, ne po mundohemi përmes kampanjave të shumta, përmes videove me tregu, me orientu, kemi dhe shenjëzimin prej 2 hyrjeve të Prishtina Mallit, por prej hyrjes lindore, drejt shkallëve të Intersporti, kështu që salla e madhe tashmë është ngjit me Intersport dhe Vision, kështu që gjatë gjithë ditës është aktive. Po, Panajiri hap dyert në ora 12 dhe do të jetë i hapur deri në 9 të darkës. 9 darkës, aman sa blerja, shitja, pas ka më u bo. Definitivist po, sepse kemi pas si eksperiencë të aktiviteteve dhe më herët që vizitorët në Prishtina Mall janë kryesisht pasdite, kështu që po ja mundsojmë të gjithëve dhe për me pas një rezultat më të mirë, edhe për aktiviteteve të kaluara kemi pa që është mirë me qenë deri në 9 darkës. Ju shkoftë mbar, shihemi atje, gjithsesi që shihemi atje, ishte Sherife Kqiku Vishaj sot në studio dhe falem për Expo Real Kosova. Ju shkoftë mbar, une kisha dashur pastaj një informacion se që shkoj dhe sa marrëveshje u bon me të pas edhe pas Panajirit. Definitivist pas çdo aktiviteti që po realizojmë, po mundohemi me dal me shifrat sakta sa vizitori kemi pas, me marrëveshje konkrete që janë realizuar, sepse kjo edhe po tregon suksesin e Panajirit. Në fund më duhet edhe një informacion, sepse në shumicën e Panajireve që i cek ndërkombëtare hyrja është me pagesë, kështu që më duhet me cek që hyrja është falas. E pas këtë dhe ju si ditë shqiptare, që gjitha koncertet janë pa pagesë, ishte Sherifja Sheki, kolegja jonë e dashur, një prej bashkëpunëtorëve tanë shumë vjeqare, por me Expo Real Kosova, më duket që është hera parë që folëm në studio për Panajirin e patundshmërive, apo kemi folë edhe vjetë? Është hera parë këtë vit dhe besoj që do ta vazhdoj të jem fytyra Panajirit edhe për vitet të tjera. Shpresoj që po të shkoftë mbar.